Ministrët e jashtëm të BE-s takohen sot me homologët e tyre të Ballkanit Perëndimor në Bruksel. Fokusi i diskutimeve pritet të jetë dialogu Prishtinë-Beograd, por edhe rrugtimi i vendeve të rajonit për në Union. Para takimit, komisionerja për zgjerim Marta Kos është shprehur se BE-ja ka vend për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ajo bëri të ditur se zbatimi i planit të rritjes po shkon mirë dhe se në ditët në vijim do të ndahen rreth 200 milion euro për Malin e Zi, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ka vend për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Zgjerimi është prioritet dhe nëse kandidatët tanë përmbushin detyrimet e tyre, atëherë edhe ne duhet të përmbushim tonat. Dhe ne po i përmbushim. Për sa i përket zbatimit të planit të rritjes, ai po ecën mirë dhe në ditët në vijim do të ndajmë afro 200 milion euro për Malin e Zi, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu, po sillim rezultate konkrete edhe kur bëhet fjalë për integrimin gradual. Siç e dini, javën e kaluar Serbia ju bashkua Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut në SEPA. Megjithse nuk ekziston një vendim formal për ngrirjen e mjeteve financiare për Serbinë, Komisionerja Evropiane për Zgjerim pranoi se shteti nuk ka marrë fonde evropiane që nga miratimi i ligjeve për drejtësinë. Ajo që po bëjmë tani është të verifikojmë vazhdimisht nëse të gjitha vendet përfituese të fondeve nga plani i rritjes i përmbushin kriteret, dhe është e vërtetë se që nga miratimi i ligjeve për drejtësinë para disa muajsh nuk kemi kryer asnjë pagesë, por nuk është marrë asnjë vendim formal për mosdhënien e tyre. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Unionit, Kaja Kallas, u shpreh se zgjedhjet në Kosovë po e shtyn procesin e dialogut mes dy vendeve. Ne, në fakt, kishim planifikuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dialog politik në nivel të lartë. Kishim pëlqimin e të dy liderëve nga Kosova dhe nga Serbia, por tani po afrohen sërish zgjedhjet në Kosovë, gjë që natyrisht e shtyn procesin. Unë megjithatë po punoj veç me të dyja palët që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për herë të fundit në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në shtator të vitit 2023. Bisedimet mes 27 shefave të diplomacive evropiane dhe 6 ministrave të jashtëm të vendeve të rajonit pritet të shërbejnë si hyrje për një debat të mëtejshëm mbi situatën në rajon, i cili do të zhvillohet po sot, por vetëm në nivel të ministrave të BE-s. Pritet që në takim të flitet edhe për përgatitjet e samitit të BE Ballkani Perëndimor, që do të mbahet në qershor në Malë të Zi. Sipas diplomatëve evropian, fokusi kryesor do të jetë forcimi i bashkëpunimit mes BE-s dhe rajonit, rritja e qëndrueshmërisë ndaj ndikimeve të jashtme, për afrimin me politikën e jashtme të BE-s, si dhe përmirësimi i marrëdhënieve mes vendeve të rajonit.